Zyrat e gjendjes civile në njësi të bashkiake të kryeqytetit e kanë zbatuar fare mirë urdhrin e Ministrisë së Brendshme për të qenë ditën e shtunë dhe ditën e diel hapur, ku qytetarët kanë të drejtë për të aplikuar për kartë dhe pasaportë biometrike. Edhe pse nuk ka radhë të gjata në njësi të bashkiake ku aplikohet për karta si dhe pasaporta biometrike, zyrat janë të hapura në ditët e pushimit zyrtar, të shtunën dhe të dielën. Kemi shkuar në njësi të bashkiake ku punojësit e gjendjes civile na kanë pohuar se dita e shtunë ka pasur një fluks të madh të qytetarëve që kanë aplikuar për karta identiteti, ndërsa dita e diel ka një numër më të vogël. Ndërkohë që vetë qytetarët pohojnë se zyrat e hapura ditën e pushimit u jep atyre mundësi të aplikojnë për pasaporta biometrike si dhe kartë, pasi ditët e tjera janë në punë si dhe në shkollë. Për kartë apo për pasaportë? Kartë identiteti. Pse keni ardhur ditën e diel dhe jo një ditë javë apo jeni në shkollë? Këtë ditë kam pushim në shkollë. Thjesht më duhet për shkollë, sepse jam maturante. Po pse keni ardhur ditën e diel dhe jo një ditë javë, apo jeni në shkollë dhe për këtë arsye gjetet një mënyrë? Jemi në shkollë gjatë gjithë javës dhe s'kemi kohë. Disa ditë më parë në një deklaratë për shtyp, zëvendës ministri i Brendshëm Ferdinand Poni ka urdhëruar që të gjitha zyrat e gjendjes civile të jenë të hapura edhe ditët e pushimit, si dhe zgjatjen e orarit gjatë ditëve të javës, si në Tiranë ashtu edhe në zyrat në rrethe. Kjo vjen për të dhënë mundësi qytetarëve të aplikojnë për dokumentet e identifikimit dhe të mund të votojnë në zgjedhjet vendore të 8 majit.